edhe përkundër që zgjedhjet mund ta ndërtojnë një pushtet, megjithatë është e rëndësishme se ai pushtet do ta stabilizojë shtetin, kuptimin e funksionimit të tij në të gjitha drejtimet po e quaj, sidomos tek në marrëdhëniet ndërkombëtare, sepse kemi një ngërç të proceseve sa i përket të mbështetjes që cilën Kosova e ka nga mekanizmat ndërkombëtar, sidomos nga Bashkimi Evropian. Dhe se për proceset e ardhshme bashkë me kolegë do ta bëjmë një analizë ndoshta pak më të specifikuar, mirë, për sa për fillim. Ky është mendimi. Zoti Sonaj, çka do të presim nga zgjedhjet e reja? E përmendi zoti Krasniqi, tha se pa parlament, pa qeveri, apo rrezikojt mesim edhe pa presidencë, nëse nuk do të ketë një rezultat konkret në këto zgjedhje. Shigja këtë herë, nuk po bëhen zgjedhje ku do dohen vetëm 61 vota, por faktikisht flasim për një stabilitet politik në vend, në qoftë se arrihet të bëhen 80 vota. Në anën